Aleanca Veriatlantike i ka parë me shqetësim stërvitjet ushtarake që janë zhvilluar mes Serbisë dhe Kinës, kështu ka deklaruar sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Ai ka thënë se kryerja e këtyre stërvitjeve është e drejtë sovrane e Beogradit, por se ka shtuar se Aleanca i ka parë me shqetësim. Edhe pse antarësimi në Bashkimin Evropian e ka synim strategjik, Serbia në drejtimin e Aleksandar Vučić po forcon marrëdhëniet me Kinën. Të dy vendet i kanë quajtur ato misi çeliku dhe partneritet strategjik. Për sa i përket Serbisë, ata mund të vendosin vetë ta bëjnë, por të mos jemi naiv me Kinën. Ne dim që Kina bashkëpunon me rusët, me Korenë e Veriut, me Iranin. Prandaj ajo që po ndodh në Indo-Pajsor dhe ajo që po ndodh në rajonin Euroatlantik është gjithnjë dhe më e lidhur dhe e ndërthurur, ka deklaruar Rutte. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka folur po ashtu dhe për luftën pushtuese të Rusisë në Ukrainë. Sipas tij, cila do marrëveshje për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë, duhet ta bëjë të qartë presidenti rus Vladimir Putin se është në interesin e tij që të mos sulmojë më kurrë Ukrainën, dhe se si ai garancitë e sigurisë dhe mbështetjen ndërkombëtare po luajnë rol kyç në këtë drejtim.